Rruga e doktor Shabanit prej Strelcit e deri në Gjermani ishte mjaft e vështirë, për plot peripeti batica e zbatica. Mirë po, ai me vullnetin e madh, angazhimin dhe vendosmërinë e tij, arriti që t'i përballoj ato dhe për herë të dalë nga ndihmtar. Ja se si e përshkruan doktor Shabanin rrugën e tij jetësore. Rruga ime, jo vetëm gjeografikisht, por gjatë rrugës kam pasur edhe natyrisht shumë pengesa, për këtë mund të them që është shumë e gjatë. Në vitin 1963, prindet më detyruan jo pa dhimbjet e tyre në klasën e 7 ndërprej shkollën fillore, me që duke fuqi punëtore në fshat. Në vitin, po të njëjtin vit, shtëpia jonë që ishte 34 antarësh edhe unë dam, në atë kohë u dufte me ndërtu një shtëpi. Unë isha në kohën 14 vjeçare. Për fat mirëtimin, po në atë vit, u hap një kurs, si ta quajmë, o një mundësi që me korrespondencë të kryhet dhe klasa e 8 po në fshatin tim, kështu që gjithë ditën punojsha me dëshirë dhe ma të madhe, kur disha që në mbrëmje e vazhdoj kursin e klasës së 8, të cilën për fat të mirë edhe e kreva paralelisht me kolegë të mi. Pasi ndërtum shtëpinë e ndrojsha gjithë shkollimin, me që isha pak më vjetër i regjistruar në librin e Amzës, u detyrova që të shkoj në armatë në moshën 17 vjeçare, por masi mu krijuar mundësia që të shkoj në një kurs për infermier, kjo ishte ëndra ime, kjo është studi. Unë asnjëherë gjatë fëmijërisë për fat të mirë s'kam pasur kontakt me mjek apo personel shëndetësor, për këtë s'mu e di se si më ka lindur dëshira për të punuar në fushën e mjekësisë, kështu që e shfaqja dëshirën për degën sanitare dhe këtë realizova në armatë në Split. Kur zgjeta tjetër rrugdalje, e regjistrova një kurs për agjustator pranë fabrikës të automjeteve Ramil Sadiku në Pej, dhe kur e kreva këtë kurs, një herit nuk mundu punësova dhe kërkova shumë gjatë punë, për çudi të njëjtën ditë kur pranova dashje të hyj në punë në fabrikën e Pejës, po të njëjtën ditë me që përpara kisha shti lutjet për të ardhur në Gjermani, u dufti të filloj rrugën me autobus me kolegët e mi që kam kryer kursin për të ardhur me u punësua në fabrikën e makinave në Blankenstein në Gjermani. Në fillim si erdhëm këtu e parë si gjuha është arma më e fortë për komunikim me njerëz. Gjuha është çelësi universitar që i çel të gjitha dyert që duhet njeriu që ka dëshirë të dëpërtoj, dhe bashkë për këtë mblodha Dorackë dhe disa libra, dhe gjatë kohës kur bashkë shokët e mi flashin në atën unë e lexoja pa ndërprej, kështu që për një kohë të shkurt me bëjnë edhe përkthyes të bashkëpunëtorëve tanë në fabrikën e Blankenstein. Pas 9 mujeve u lëndua një shok imi edhe kolegi shkollës det bardhaj në fabrikë, basi ja dhash ndihmën e parë e solla vetë në fabrikën, në spitalin e Blankenstein të shefi i spitalit doktor Bockenheimeri. Kur e pa ndihmën e parë si ja kam dhënë, unë u çudit që thash unë ja kam dhënë ndihmën e parë, e pyeta tani a janë mundësitë për të inkuadruar ose më kaluar në punë në spital të Blankensteinit. Ai më pyeti a kam aftësi profesionale apo ndonjë diftesë. Unë që kam cekur edhe në fillim, dëshira ime gjithherë ka qenë e madhe
që të punoj në fushën e mjekësisë, e sjella dhe diftesën e ambulanës së garnizotit të Splitit me veti, edhe kam pas përkthyer edhe kështu që ja dhash shefit Dr. Bockenheimerit. Më një herë më premtoi shefi i spitalit për të filluar punën në Blankenstein. Pat vështirësi më mshu shefi fabrikës me që une ndjesha vetën të obligueshëm të kujdesem për disiplinë dhe pastërti në hajm ku ishim me bashkëvendas, dhe kështu që me vështirësi më lëshuan me shku, por shefi i fabrikës ishte edhe pacient i Dr. Bockenheimerit dhe u morën vesh e une kalova pas 11 muajve që isha në Gjermani në spitalin e Blankenstein. Atje më dhanë detyrën e infermierit, por për një kohë të shkurt me emruan edhe krye infermiere. Kur pash që gjuhën e përvetësova sa për të filluar një shkollë, ju detyrova doktor Dirkesit, drejtori i gjimnazit shtetëror të Mbrëmjes në Wuppertal, dhe më pranoi atje. Kështu që mbas kryes së gjimnazit u regjistrova në fakultetin e mjekësisë në Heidelberg, dhe kështu që i vazhdova studimet në Heidelberg, semestrat e para paraklinike, por ndërkohë kam pas njoftuar bashkëshortën time, Dorotheen, në Hattingen afër Bohumit, së afër Blankenstein. Kështu që për me kalu pengesat financiare ma lehtë, kalova prej Heidelbergut në Universitetin e Bohumit, në universitet ku ishte e punësuar edhe bashkëshorja e ime Dora. Pastaj kalova në Universitetin e Bohumit, dhe masi i kreva semestrat paraklinike në Bohum, në atë kohë semestrat kliniku duhte në qytetin e Universitetin e Essenit për të kryer dhe vazhdova më të atje, dhe në vitin 1981 e dhash provimin e fundit të fakultetit mjekësisë në Essen dhe fillova punën më njëherët në klinikën akademike të Universitetit të Bohumit në Herne, ku punova 7 vite me radhë të profesori i njohur Hackenberg. Aty specializova mjekësinë interne dhe tani me interesuan në smujët reumatologjike dhe kalova në klinikën të njëjtit qytet në Herne reumatologjike dhe e kreva subspecializimin në reumatologji dhe subspecializimin në terapi fizikale. Në vitin 1991 u kërkuar një krymjek në klinikën e tanishëm në Weserland klinik, Bad Zebru në Floto, jo larg Hanoverit, dhe njëherë të fillova këtu punën si krymjek. Në klinikën ku Shaban Fetaj është shef në Bad Zebru, pranë brigjeve dhe lumit Vezer, punojnë 263 punëtorë shëndetësor e të tjerë me kapacitet prej 500 shtretrish. Është institucion rehabilitimi me tradit 243 vjeçare, i njohur për shërbime cilësore jo vetëm në Gjermani, por edhe në Evropë. Njeriu i parë i klinikës, Dr. Shabani, lidhur me punën dhe tretmanin e tij në këtë institucion, thekson: Mua më ka ndihmuar dashuria e madhe për punë, besimin e vete, vendosmëria dhe disiplinën e vete, që sot të jem shef i klinikës këtu ku punoj. Natyrisht, me përkrahjen e kolegëve të mi, të cilët i nderoj, të cilët i ngris, të cilët i përgatis në profesion, por rolin kryesor ose kujdesin më të madh ja kushtoj të smuarit.
Në kuadër të klinikës Weserland vepron edhe Instituti për Kërkime Shkencore dhe Shkolla Shtetërore Profesionale për Fizioterapi, ku Dr. Shaban Fetaj si docent mban ligjërata në lëndet sëmundjet e brendshme dhe për reumatologjinë e radiologjinë. Ishte kënaqësi për ekipin tonë që të regjistrojë sekuenca gjatë kohës kur Shabani me pedantri dhe profesionalizëm ligjeronte në gjuhën gjermane, duke ja pasur zili pse këtë kuadër të ngritur nuk e kemi në Fakultetin e Mjekësisë në Prishtinë. Shërimi me terapin fizikale dhe gjimnastika për të smur individuale, profesionale, luan një rol të rëndësishëm për të smur tonë që vinë me smurjes që i ceka dhe më parë në këtë klinikë. Para disa viteve u ndi mungesa e punëtorëve të aftësuar në këtë lëmi, kështu që ne themelum shkollën shtetërore për terapi fizikale, e cila është e bashkangjitur klinikës sonë. Bashkë në klinikë që në këtë shkollë japi mësim në për smundjet e mbrëmshme në smundjet interne, thonë radiologji dhe reumatologji. Përveç kësaj, klinikës sonë ju ka bashkangjitur Instituti për Kërkime Shkencore, përveç tjerash në klinikën Simotë në Bad Elster e kemi edhe Akademinë e Shkencave, e kemi themeluar për të bërë kërkime shkencore, të cilat ndihmojnë edhe për tretmanin e pacientëve tonë të çikim. Studenti i dalluar i Universitetit të Heidelbergit me përvojën e fituar në profesionin e mjekut në Spitalin Akademik të Universitetit të Bohumit në herën e 1 dhe në herën e 2 dhe në sajt e aftësive të tij si specialist i smundjeve të brendshme dhe reumatologjike, arriti të afirmohet jo vetëm në klinikën të cilës i prim, por me pjesëmarrjen e punimeve të simpoziumeve, seminareve dhe tubimeve të tjera shkencore nga lëmi i mjekësisë në Gjermani, me kumtesat e tij të paraqitura në to u dëshmua niveli i tij i lartë prej eksperti. Lidhur me veprimtarinë shkencore të Dr. Shaban Fetajt, fjalë miradije kanë në radhë të parë edhe disa emra të njohur të mjekësisë gjermane si Dr. Pot, reumatolog me renome, Dr. Hyperts, ortoped dhe kirurg i shquar gjerman me famë botërore dhe shumë kolegë të tjerë të tyre. Këto vlerësime me kompetencë patëm rastin t'i dëgjojmë edhe vetë gjatë mbajtjes së një seminari në Bad Zebruch në qershor të këtij viti. Ndërkaq Dr. Wilhelm Nebel, pronari klinikave ku punon Dr. Shabani, lidhur me punën dhe aftësitë profesionale të Dr. Shaban Fetajt, deklaron. Das Wichtigste bei Dr. Fetaj ist seine menschliche Qualifikation. Dr. Fetaj aftësitë e veta profesionale i shpreh dhe i aplikon vazhdimisht në punë me shërimin e pacientëve të tij. Por nuk janë vetëm këto vendimtare, nga se Dr. Fetaj paraprakisht ka mbaruar shkollimin profesional universitar në Gjermani dhe çmohet shumë lart nga profesorët e tij që janë personalitete të shquara në mjekësinë gjermane dhe më gjerë. Profesorët e Dr. Fetajt edhe sot mbajnë kontakte të rregullta me studentin e tyre të dikurshëm, kolegun e tyre të tanishëm dhe i këmbejnë mendimet shkencore. Dr. Fetaj po ashtu mban kontakte dhe bashkëpunon edhe me universitete të ndryshme gjermane e të tjera dhe merr pjesë në tubime shkencore. Në klinikën tonë sa e të angazhimit të Dr. Fetajt organizohen edhe simpoziume shkencore ku marrin pjesë profesorët e tij dhe ekspertë të tjerë për të trajtuar rrjedhat aktuale në mjekësi. Mua më fascinon dashuria dhe respekti i pacientëve tanë ndaj Dr. Fetajt. Mund të them lirisht se kur ai nuk është në klinik, varet se mungon një shpirt shumë i rëndësishëm, pa të cilin klinika dhe pacientët nuk ndihen të sigurt. Hängen noch und umgekehrt auch an seinen Lehrern und noch weiterhin zu den verschiedenen Universitäten ein sehr intensives Verhältnis hat. Bei uns treten diese Lehrer auch auf in Fortbildung und umgekehrt fährt Dr. Fetaj auch von Zeit zu Zeit zu seinen Lehrern wieder hin. Das ist notwendig, diesen Dialog ständig zu behalten. Aber ich glaube, das Wichtigste ist die Liebe seiner Patienten zu ihm. Also wenn er nicht da ist, dann fehlt hier im Hause ein ganz wichtiger Geist.
Me që na u dha rasti që të takohemi dhe të bisedoj me zotin Nebel, pronare e këtij institucioni ku punon doktor Shabani, e që është dore djathtë e tij, të dëgjojmë atë më konkretisht se çfarë shërbimesh mjekësore kryen këtu dhe çfarë synime zhvillimore ka. Die ersten Aufzeichnungen haben wir von 1750. Në vitin 1750, fizikanti i rrethit të Preußit paraqet shënimet e para lidhur me aftësitë shëruese të moçalit në Bad Zerbruch dhe në vitin 1850 baron Zabienski këtu ndërton objektin e banjës. Në fillim të shekullit 19, kur banja u bë pronësi e prindërve të mi, janë bërë kontrata me institutet provinciale të sigurimit shëndetësor për shërimin e pacientëve nga smundjet reumatologjike e të tjera. Pas luftës kemi punuar vazhdimisht jo vetëm gjatë verës, por gjatë tërë vitit. Klinika jonë posedon të gjitha stabilimentet dhe mjetet e terapisë bashkohore, të cilat shefi i klinikës, Dr. Fetaj, i aftë dhe ambicioz i vën përdorim, ndonëse ai nuk e ka humbur besimin te përdorimi i terapisë tradicionale në moçal, të cilën e përdor me sukses e që ka temperaturë plus 43 gradë Celsius. Kjo është diçka e veçantë dhe mjaft efektive për shërimin e reumës. Në këtë mënyrë, ne me shërbimet tona cilësore sigurojmë një kohë relativisht të shkurtër, i kapërcejmë ato dhe aftësohen për jetë normale, që është shumë e rëndësishme për personelin e klinikës sonë. Lidhur me synimet dhe perspektivën e klinikës sonë, mund të them se vetëm me shërbime efektive dhe cilësore mund të afirmohemi edhe më shumë. Ne aktualisht e kemi nivelin më të lartë të cilësisë në shërimin e smundjeve reumatike, pra mbajmë vendin e parë si Viserland Klinik në Vlothof. Në të mundësohen vazhdimisht kontrollime, diagnostifikime dhe ushtrime të funksioneve të larta, për çka Dr. Fetaj me bashkëpunëtorët e vet është shumë i angazhuar dhe interesuar që në specializimin e tij, në fushën e tij, shërbimet e kryen me ndërgjegje shumë të lartë. Mittel zur Verfügung haben, die ja unser tüchtiger Chefarzt, Herr Dr. Fetaj, ganz gezielt einsetzt, aber hat immer noch von der Tradition her ein großes Zutrauen zu seinen Moorbädern, die ja wohl auch mit Erfolg anwendet. Barometri kryesor për vlerësimin real të punës së çdo mjeku janë pacientët. Doktor Shaban Fetaj, ndonëse është shef i Viserland Klinikës, ai si specialist i smundjeve interne dhe reumatologjike përherë është në shërbim të pacientëve. Pra përveç obligimeve për organizimin e tërësishëm të veprimtarisë në klinik, ai kur më të madhe të orëve të punës e kalon duke i kontrolluar pacientët me aparaturë moderne, për herë i buzëqeshur, duke i dhënë vullnet të shpresë pacientëve për shërim të shpejtë dhe të plotë. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, shef doktor. Jam shumë e kënaqur që vjet dhe si vjet keni treguar kujdes të posaçëm ndaj meje. Gëzohem që gjendja juaj shëndetësore po përmirësohet dhe që ju e ndjeni veten mirë këtu. Po të mos ishte kështu, nuk do të kisha ardhur sërish si vjet këtu. Ju shkoni nesër në shtëpi apo jo? Po. Unë kam qëndruar me shumë dëshirë këtu. Më vije mirë kur dëgjoj fjalë të këtilla. A ju ndihmuan shërbimet tona këtu? Unë kam ardhur këtu gati e palevizshme, me 2 shkopi dhe e krullur, por masazhi, ushtrime, gjimnastika dhe terapia rregullt këtu më kanë ndihmuar shumë dhe tani po eci pa shkopi. Unë mendoj se mbi të gjitha më e rëndësishme është se në këtë klinik nuk shërohen vetëm kocka dhe gjymtyrët, por dhe shpirti. Gjatë qëndrimit të ekipit tonë në Bad Zerbruch, u mirëpritën edhe nga zonja Gerling, bashkëpunëtore e doktor Shabanit për çështje organizative e administrative. Ajo gjithmonë e disponuar, sikurse shefi i saj shprehet kështu lidhur me angazhimin e bashkëkombasit tonë. Unë punoj me doktor Fetaj në Weserland Klinik që 2 vjet. Unë e njoh doktor Fetajn në radhë të parë si njëri të mirë, të qetë dhe të këndshëm, e pastaj edhe si ekspert të mirë. Atë po ashtu e çmon lart edhe pacientët. Këtu në klinik kemi një atmosferë të qetë pune, cila padyshim ndikon pozitivisht edhe në shërimin sa më të shpejtë të pacientëve, që ata të kthehen në shtëpi në gjendje të mirë shëndetësore. Und ich denke, ein gutes Betriebsklima trägt auch sehr dazu bei, dass es den Patienten gut geht und auch wieder mit Wohlbefinden nach Hause gehen können. Doktor Shaban Fetaj ndonëse që 28 vjet gjendet në Gjermani, ai për herë më mendje ka qenë i pranishëm në vendlindje në Kosovë.
pothuaj çdo vit një pjesë pushimeve i kalon në Strelc të Eprëm edhe takohet me kolegët e tij në Fakultetin e Mjekësisë në Prishtinë, në Pej, në Deçan në Gjetiu, për të shkëmbyer mendime lidhur me pozitën aktuale të shëndetësisë kosovare. Unë kam pasur dhe kam kontakt të rregullt me kolegët e mi në Kosovë, në kohën e fundit në bashkë në mënyrë intenzive, për shkak që preokupimi i madh në këtë klinikë ku gjemeni ku mësum edhe më ngushton mundësitë me qenë unë pak më aktiv për të udhëtuar në Kosovë, me qenë se me mend jam gjithherë atje, por me shkëmbime të punime shkencore jam në kontakt, për shembull Yusuf Dedushaj, deri para disa koha dhe me profesori Mer Koçinaj, me profesorin Musa Xheu, Ismail Dreshaj dhe shumë punëtor tjerë, doktor Ismail Avdimetaj, për të cilin jam mirënjohës që ai u shërben popullit tonë në katundin tonë, sikurse edhe shumë mjek tjerë kolegët e mi, për këtë jam shumë i lumtur dhe gëzohem kur shoh që përkundër vështirësive që janë të njohura, po dalin mjek të ri, të aftë dhe po i shërbejnë popullit tonë. Kam parandjenja që kjo situatë është kalimtare dhe mjekësia kosovare natyrisht me kontributin ton të përgjithshëm do të afirmohet edhe më shumë. Jo dhe miqtë gjerman sa kanë arritur që të kontribuojnë për të ndihmuar shëndetësinë kosovare, përkatësisht ambulancat e shoqatës Bëmirëse Nëna Terezën në Kosovë me barra dhe medikamente mjekësore. Si duket, mjekët gjerman, por dhe populli gjerman e ka të njohur tani situatën e vështirë me shenarë shëndetësore në Kosovë dhe po mundohen në mënyra të ndryshme që të ndihmojnë, duke dërguar barna. Për shembull, edhe të kam dërguar disa, jo drejt për drejti, por i kam dërguar përmes kryetarës së shoqatës Bëmirëse Nënës Terezë, kolegës Antje Krasniqi, me që ajo ka kohë më shumë se unë edhe me selektuar barnat dhe i ka dërguar për të ndihmuar popullin tonë. Sa jeni të lidhur me Kosovën, përkatësisht sa për cilin situatën aktuale atje? Natyrisht, me Kosovën tonë të dashur, legjendare, jam i lidhur permanent. Durimi dhe urtësia janë virtyte të popujve të civilizuar, ashtu si është populli i ynë. Kjo strategji po has në mirëkuptim të madh në botën demokratike. Duhet të jemi të vetëdijshëm se në këtë kohë aktuale demokratike vetëm urtësia, disiplina në vete mundet me hasër në suksese të frytshme, jo vetëm individuale, por edhe kombëtare. Unë jam optimist që na do të realizojmë synimet tona. Jam i vetëdijshëm që kjo rrugë është e vështirë, rrugë e gjatë, por është një rrugë shpërblyese. Dhe kemi përshka të jemi optimist, përkundër rrethanave të tanishme aktuale. Ndonë se i mbetet pak kohë e lirë, nga se obligimet e tij në klinikë janë të shumta dhe orari i punës fillon në orën 8 mëngjesit e shpesh nuk e din asaj vetë se kur përfundon, doktor Shabani përpiqet që të gjejë kohë për pushim e lexim dhe të jetë pranë familjes së tij, bashkëshortës Dorës dhe djemve Florianit dhe Benit, si dhe vëllait të tij Tahirit. Edhe në mesin familjar, Shabani është i afërt, i buzëqeshur,
si bashkëshort, prind, vëllai i dashur. Në shtëpinë e tij të bukur në Bad Oeynhausen e hasëm edhe vëllain e tij Tahirin, i cili është teknik medicinal në klinikën Weserland në Bad Hoffenberg. Also der Dank ist ganz auf meiner Seite. Ich freue mich ganz besonders mit Edhe unë ju falenderoj ngrohtësisht dhe gëzohem për këtë komunikim bashkëpunim me Shqipërinë. Ne shqiptarët i çmojmë nga se ata rrjedhin nga trungu i mirë. Në ka ardhur shumë keq për izolimin e tyre shumë vjeçar, por njëherët na vije mirë për kthesën të madhe që është bërë në Shqipëri në vitin 1992 dhe për rezultatet e mëdha që po arrijen atje viteve të fundit pas fitores së demokracisë. Nëse ne mund të ndihmojmë për t'i afruar shqiptarët në Bashkinë Evropiane, jemi të gatshëm të kontribuojmë me shumë dëshirë. Und wenn wir jetzt etwas tun können, sie an unsere Gemeinschaft oder in unsere Gemeinschaft zu bringen, dass uns das also mit viel Freude und mit Stolz erfüllt, und wenn wir dazu einen kleinen Beitrag leisten können, dann sind wir sehr froh. Pra, ky ishte protagonisti i emisionit ton, Dr. Shaban Fetaj nga Strelësi e Epërmi Deçanit. Kuadrot si Dr. Shaban janë mburje për Kosovën dhe popullin shqiptar në tërësi, nga se në këtë mënyrë, duke u dëshmuar si student, mjek e punëtor të mirë të profesionëve të tjera, krijohet një pasqyrë dhe opinion pozitiv në botë për shqiptarët si popull i civilizuar i familjes evropiane. Kuadrot e tilla janë të domosdoshme për Kosovën, por për shkak të rrethanave tashmë të njohur atje, një pjesë e tyre aktualisht nuk po mundet tashmë të shfrytëzohen dhe megjithatë po e kryen me sukses misionin e tyre edhe jashtë saj. Jemi të bindur se së shpejti do të krijohen kushtet që në Kosovën e lirë e të pavarur, në shërbim të institucioneve dhe të popullit ton, të jenë edhe kuadrot që u shkolluan dhe u afirmuan në perëndim. Ky është edhe dëshirë mbi dëshirat e Dr. Shaban Fetajt dhe jo vetëm e tij.